أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Po vazhdojmë me ligjëratën e 75 të leximit dhe shpjegimit të veprës Meraki el-Falah Sharh Nurul Idah të Imam Shurmbulalit rahimahullah, dhe jemi akoma te kitab es-Siyam, te libri i agjërimit, më konkret te kapitulli ose te tema gjërat të cilët e prishin agjërimin dhe obligojnë kefaret bashkë me kaza ose obligojnë vetëm kaza pa kefaret. Prej gjërave të cilët e prishin agjërimin, thot autori këtu në vazhdim të temës që kemi qenë më përpara, wa bi akli warakin karamin, thot nëse konsumohen gjethet rrushit, ose lëvaret të shishme që kanë shijet të shelqinit, bëstanit, apo kafur, apo të miskut, obligohet me kaza dhe me kefaret, sepse gjethet e rrushit në këtë rast, kur janë të vogla, ose ka krahasim me këtë, ka edhe disa lloje të barnishtave, që quhen barnishta, që konsumohen normal, hahen normal, kanë shije. Edhe rrushi, gjethet e vogla kur janë të rrushi, sidomos në fazën fillestare, kanë shije dhe trajtohen mbi atë që e thamë parzit se çfarë kanë trajtu fukahat si ushqim. Është i natyrshëm, përmban, përforcon organizmin, apo është diçka, ku e di unë, që nuk ka dobi organizmi dhe nuk e përforcon organizmin, madje përkundrazi mund edhe ta dëmtoj. Por gjethet e rrushit, ose livarët e bustanit, që janë të shishme, që kanë shije pra, edhe këto nëse i hanë gjatë agjërimit, prishet agjërimi dhe obligon me kaza me kefaret. Pastaj idha sara warakul karami ghalidhan la tajib. Kur gjethet e rrushit, se ka fjalën për rrushin, kur bëhen të trasha, do thot në fazën e fundit të gjetheve të tyre, atove që humbin edhe shijen, më nuk janë më ushqim. Thot e prish agjërimin, por la tajib el kefare, nuk obligohet me kefaret. Pse nuk obligohet? Li'annahu la yu'kalu 'adatan, sepse zakonisht ato nuk hahen më. Nuk janë, pra nuk konsiderohen ushqim më. Adatan, si zakonisht. Se gjithnjë e kemi fjalën, këtë përcjell autorin, krejt meselet merren çka konsiderohet, çka s'konsiderohet, nuk konsiderohet ushqim. Kema fi Tahtavi, kështu ka thonë Imam Tahtaviu, që ka shpjegimin e Meraki el-Falahit. Një prej shpjegimeve më të fuqishme që e ka Meraki el-Falahi, Imam Shurmbulalit shpjegume, është Imam Tahtavit. Është libri më i fuqishëm i shpjegimit të Meraki el-Falahit, që ka i bën edhe quhet Meraki el-Falahit Tahtavi. Po ki e bën shpjegimin e Shurmbulalit.
ومنه ابتلاء المطر وثلج وبرد. Prej këtyre, prej gjërave që e prishin agjërimin dhe që obligojnë kaza dhe kefaret, është edhe gëlltitja ose përbirja e shiut, e borës dhe e akullit, apo breshërit, si do një thonë. Del në shi, e ngrit kokën, e hap gojën dhe përton shiu në gojë, e prish agjërimin, obligon kaza edhe kefaret, ose bara, dhe përton hanë barë, obligon kaza dhe kefaret, sepse adeten, ngrënje e borës është ngrënje zakonshme, ka plot njerëz që e hanë borën, sepse edhe është e shishme në fundit. E sidomos kur ke eti. Po autori thotë obligohet me kaza dhe me kefaret për shkak se li imkanit taharruzi anhu. Sepse njeri ka mundësi të ruhet prej shiut edhe prej breshrit ose prej borës. Po të ikhtelefu fil matari wa thelgj, ka djetarët kanë pak ikhtilaf në mes veti për çështjen e shiut dhe të borës, wal asahhu annahu yufsid. Porse më vërteta, mendimi më i sakt është se e prish agjërimin, kema fil hidaje, si thuhet në librin e El Hidaje të Imam Merginanit rahimahullah. Wa minhu, prej gjërave që obligojnë kaza dhe kefaret, janë eklu lahmi nejë, walau min mejtetin, illa idha dawwada, li khurujhi anil ghadhaiyya. Konsumimi i mishit të papjekur. Mishi i papjekur. A hahet mishi i papjekur? Po. Ka plot që e han. Adeten nuk hahet. Po ne kur thamë më herët, në ligjëratën e kalume, se të ushqimet nuk merret përbas shumica që e ka merak këtë ushqim, sepse vetëm buka është që e kanë merak shumica. Ushqimet tjera janë relative, ti ke merak diçka, ai tjetri diçka. Thotë, mishi ka njerëz të cilët e hanë normal mishin e papjekur. Dhe kjo e prish agjërimin, edhe nëse është walau min al mejtet, edhe nëse është nga kafsha e ngordhur, nga coftina. Kur po e themi nga coftina, mishin nga coftina, që nuk është e prerë, pra, nuk e kemi fjalën se këtu lejohet mishi i coftinës. Ajo ndalohet. Nuk kemi të folë për dispozitën e mishit të kafshës së ngordhur. Jemi të diskutu për prishjen e agjërimit. Pra, obligon prish agjërimin dhe obligon kaza me kefaret. Illa, me përjashtim, nëse mishi ka fillu të krimbet, këtë krimba. Pse? Se kur mishi të formon krimba, është prishma, li khurujhi anil ghadhaiyya. Del më prej kategorisë së ushqimeve, nuk e hanë më kush ata. A ka zonë ka krima mishi? Nuk e hanë më. Atëherë, pëten më duhet më konë dikush i çmendur që seriozisht nuk e ka farz as agjërimin, që ta hanë atë. Se po që se ka arë që të rejë, gjelirisht mund është me thonë se agjërimi i ti s'ka që ka bënë me te. Pra, edhe mishi i papjekur, nëse hahet, që ne kemi pa plot njerëz që e hanë, nuk do të thotë sa i duhet hanë 1 kilogram mish, po e merr 1 cop mish dhe e hanë mish gjallë. E prish agjërimin dhe obligon kaza bashkë me kefaret, sepse li annahu salahun lil badan,
sepse kjo e përforcon trupin. Kur tham parzit të definimit çka quhet parzit, kur e tham ligjëratën e kalume, çka quhet ushqim, çdo lloj ushqimi që jep forcë trupit të njerit. Mishi edhe pse është i papjekur i jep forcë njerit. Është një lloj ushqimi. ومنه أكل الشحم في المختار shahm është vjami, po ashtu edhe ngrënje e vjamit. Keni pa ka njerëz plot këmipane, kur i presin kafshët dhe kafsha zakonisht ka vjam. Do pjesë vjamit që vjami është më i therrën dhe e merr ai e han. Adetën ka plot njerëz. Edhe ky vjami që e han këtë formë, e prish agjërimin dhe obligon kaza bashkë me kefaretin. Fil mukhtar, sipas mendimit të zgjedhur. Dhe kur themi sipas mendimit të zgjedhur, këtu jep me kuptu se ka dhe mendim tjetër. Mirë po, fil dhahiria o fil bahr dhe të veprat tjera të xhnis të Imam Kuduriut, është se kjo e prish agjërimin dhe për këtë nuk ka kedhalike fil feth, yani Fethul Qadir. Po ashtu e prish agjërimin edhe ngrënja e grurit dhe kafshimi i tij, grunit, kokrës së grunit. Se që kemi përmendur më parë, sepse gruni, qofti zirë, qofti pa zirë, edhe është ushqim i njerit edhe përforcon trupin, pra është ushqim adetën, zakonisht është ushqim. Dhe jo vetëm që mund të hahet, po ajo mund edhe të përtypet, pra, që të bëhet formohet në formën e ushqimit. Dhe kjo obligon edhe kefaret edhe kaza. من موجب الكفارة الابتلاء حبة حنطة أو ابتلاء السمسمة ابتلاء نحوها. Pra kokrat e grurit, këto kokrat e çka i thoj këtyre simsim, sësamit, pa? Gjë kokrë gruri, gëlltitja e një kokrës së grurit ose kokrës së sësamit e prish agjërimin me qëllim. E prish agjërimin. Nëse ju kujtohet me një ligjërat në fillim ne ka bërë se këto këtë keq që e kanë fukahat, që akcentin e vendojnë të një fjalë që ne në fare nuk i kushtojmë rëndësi. Kur kemi fillu për agjërimin ligjëratën e parë, e përmend autori një dallim mes fjalës kharaja dhe akhraja. Se kharaja është kur del, ose dekhale wa adkhale. Se edkhale është transitive, fjalul mutaaddi, transitive kur veprimi kalon në tjetrin. Lloji 4 i foljes, edkhale, efhale. Kur tymi dekhale vetiu, ti s'ke dorë, ka tym, ka mjegull, edkhale ka hy vet, ti s'ke dorë, s'mund të ruhesh prej kësaj. Wa edkhale është kur ti e fut. Njëjtën gjë për shembull. Kur ti e fut mbrëmësia në veprim, këtu te mbeturinat që janë në përdham, nëse atë e përtyp, e çon poshtë, nuk e prish agjërimin. Mirë po, nëse edkhaltehu, nëse ti e ke fut mbrenda, nga jashtë e ke fut mbrenda, se është një kokër e susamit, ose një kokër gruri, ose një kokër misri, ose ku e di unë, se kokra e në to, atëhere e prish agjërimin dhe obligohesh me kaza edhe me kefaret.
ومنه أكل الطين الأرمني مطلقا أي سواء اعتاد أكله أم لم يعتده لأنه يؤكل للدواء فكان إفطارا كاملا. وثم تدريتم طين الأرمني بالت أرمانة nuk e di çfarë është kjo. Sigurisht është një balt ermene, një lloj i baltës i veçantë, nuk di detajet me u thon. Po që kjo përdoret më shumë për ilaçna. E han baltësh, e han njerëzit, po përdoret për ilaçna. Kjo thot jokel, hat, adeten, si zakonisht hat. Dë një lloj humze çka i themi ne diçka. Nuk e di, po për këto tjerat kemi tjera muhabete. Për këtë lloj të baltës, eklu tin el Ermeni, nëse han, prishet agjërimi, sepse kene iftaren kamilen, është prishje e plot e agjërimit. Wa minhu eklu tin el Ermeni, këtin il musemma, e tiflu in i atade ekluhu, la ala men lem yu'tadhu. Ngjajshëm të thash dispozita edhe për baltën jashtë baltës ermenase. Përka, sikur për njerëzit të cilët e kanë shprehi me hëngër me hëngër baltë. Keni pas të fëmijët. Ka shumë fëmijë që me i leju a gjithë ditën hanë loq, hanë baltë. Nuk i bën zarar. Hanë baltë, thjesht hanë baltë që kur buk, edhe knaqët. Unë kam pa fëmijë që gjithmonë u deshket të shoqëron dhe një njeri i madh, dhe ai interesant se fëmija i ruan 18 në momentin që ato mos jenë këtë të hanë. Nëse i rrituri e ka bo shprehi, pra ka bo ushqim të vetin, ngrënjën e baltës, edhe këti i prishet agjërimi jashtë kësaj shka është ermenase. Wa minhu eklu qalil el milh, la el kathir, fil mukhtar. Nëse han, pak krip. Kripën pënsësi të vogël. Si pas mendimit të zgjedhur, prishet agjërimi dhe obligohet me kaza. Këto, të shoh çka thot. Wa ara an alayhi kefara, pa thot mendoj se për këtë ka kefaret për melhin, për kripën. Lianna fi halavetun, wa yatalalladhu bihi. Këtë veçarabishtja e ban këtë. Se fihi halave, në krip ka ëmbëlsirë, po për ata është e ëmbël, për atë që ka hanë krip, për ata është e ëmbël. وكذا قال الصيرفي في إيضاحه وإن أكل الطين فعليه القضاء دون الكفارة. Tjetër sen të ashta trajton ki një çështje përsëri kthehet te. وكذلك في العيون وإن أكل الملح إن كان قليلا وجب الكفارة وإن كان كثيرا فلا كفارة كما في الجوهرة. Pra nëse krypa edhe në gjauhara, të shpjegimi i Kuduriut, thot nëse ka krypa është pak me sasi, e prish agjërimin, sepse ka shije, ajo çka është ushqim, ndikon në organizëm, nuk e bën dam, ju qawi, e përforcon organizmin dhe ka shije, si shprehet arabisht ka ëmbëlsirë në te. Te ne nuk shkon, në krip ka, s'ka ëmbëlsirë, ka tjetër shije. Por nëse është shumë, thonin në xhallarët përpara, me hangër 1 kile kryp nuk prishet, po nuk prishet agjërimi, sepse nuk është ushqim më ajo. As që mund të hash pa kontroll. Sepse, pse kështu? El motivi ku është? Se krypa me shumicë nuk është ushqim i njeriut. Lejse e të gadhi. Nuk është pra ushqim. ومما يوجب الكفارة أكله عمدا
بعد غيبة وهي ذكره أخاه فيما يكرهه في غيبته سواء بلغه الحديث أم لا. وقوله صلى الله عليه وسلم الغيبة يفطر الصائم أو لم يبلغ. عرف تأويله أم لم يعرف؟ أفتاه مفت أم لم يفته؟ لأن الفطر بالغيبة يخالف القياس. أتني كتوكا مسألة prej gjërave vjen në mendun pak sajtësh, prej gjërave që e prishin agjërimin o yujib al-qada el-kefare dhe obligojnë me kefaret është ngrënia me qëllim pasi që ka bo gibet, ka përgoju dika, ka folë mas shpinës dikujt tjetër. Çka është gibeti? Fi dhikrihi akhahu bima yakrahuhu. A ke marrë përgoj dika, ke thonë për një vllat tanën, musliman është fjala, diçka që aje urren. Dhe ti e ke ndi, apo se ke ndi hoxhën, ose e ke lexu hadithin, e pejgamberit, apo se ke lexu hadithin, e ke ndëgju muftien, apo se ke ndëgju muftien, është irrelevant kjo. S'ka, nuk zgjon pesh kjo. Pejgamberi alayhis salam thot, el ghibetu tuftiru as-saim. Ai që bën gibet ose gibeti e aprish agjërimin agjëruesit. Hadithi. Dhe ti e ke lexu këtë. Dhe e ke prish agjërimin. Se ke marrë përgoj dika. Qa bana tash? Po e prish agjërimin. Pse e prish agjërimin? Se marra përgojova dika. E po me që e përgojova, berë më një kafe të pitash. Tash po hapër një me, pra, se e prish agjërimin. Thot Imam Shërbulali lehu kefare. Ki ka kefaret. Sepse ki, si shtot Imam Ebu Jusufi, duke se e kemi edhe këto. Edhe hijamja, po. Thot, ki nëse pas gibetit, duke mendu se me gibet, për shkak të hadithit ku thot gibeti e prish agjërimin, ki duke mendu se e ka prish agjërimin, dhe tani e prish agjërimin me qëllim, pra hanu se pin, lehul qada, obligohet me kaza, dhe obligohet me kefaret. Au ba'da hijametin. Thotë, ose pas hijamës. Hijamja, thotë, aftara, thotë pejgamberi alayhis salatu wassalam, aftara as-saim al-hajim wal-mahjum. Aftara al-hajimu wal-mahjum. E ka prish agjërimin ai që ka bo al-hajim fajl, ai që ka bo hijamën, dhe ati që i është bo hijamja. Dhe ka arë njënë e ka lezu këtë hadith. Aftar al-hajim wal-mahjum. Po me që e prishe agjërimi, se e ka bo hijamën, ose e ka bo dikujt hijamën, ki, thot, mos e prishe agjërimin, thot, tani po hapu pibara, mos të rijunt. Thot, ki njeri tani, që hanë me qëllim, që e prish agjërimin me qëllim, fa alehi l-qadha wal-kefare. Ki obligohet me kaza edhe me kefaret. Po çka bëhet puna
me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku thot el ghibetu tuftiru as-sa'im dhe aftar al-hajimu wal mahjum. Këto dy hadithe, për këtë arsye, nuk lejohet interpretimi i tekstit, ajetit ose hadithit nga awami, nga xhamati. Interpretimin e tekstit e bën kush? E bën mujtehidi, jo dikush tjetër, as hoxha jo. Prandaj Imam Ebu Jusufi në këtë tekst, Aftar al-Hajimu wal Mahjum, e ka një mesele. Thot, nëse i ka thonë muftia se po e bane hijamën, e prish agjërimin, dhe ki ka bo hijamën, dhe ki ka fjalën e muftijës se e ka prish hijamën, fa alejhi l-qada'u fakat, obligohet vetëm me kaza, jo me kefaret, sepse ka fetfa prej muftijës. Por nëse fetfa nuk ka marrë prej muftijës, por vetë ki e ka shpjegu, e ka kuptu hadithin se e ka prish agjërimin aq ka bo hijam edhe ati që është bo, dhe ki e ka bo tevil, e ka shpjeguar, shpjegimi i këtij nuk merret parasysh, ki ka kefaret edhe ka çfarë? Ka kaza. Hadithi i parë, ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, el ghibetu tuftiru as-sa'im, ka për qëllim thewab, sevapin e agjëruesit. Gibeti e ka humb, e ka prish sevapin e agjëruesit, e ka zhvesh agjërimin e tij. Si obligim, si farz, e ka në vend, në rregull. Po ky agjërim i tij, për shkak gibetit çka e bën, është i zhveshur nga sevapet. Si farz është i kompletuar dhe nuk i kërkohet. Te hadithi aftar al-hajim wal mahjum, e ka prish agjërimin ai që bën hijam edhe ati çka i bahet, ka disa interpretime. Interpretimi i parë, thon fukahat e mëdhebit ton, se ky hadith, ka mendim pra, se ky hadith është bën nesh, është abrogu, është anulu. Është anulu me veprimin e pejgamberit alayhis salam, duke u bazuar në hadithin e Aishës radhiyallahu anha, ku thot se pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka bë hijamën duke qenë në ihrama gjatë haxhit, dhe e ka bë hijamën duke qenë agjërueshëm. Veprimi i pejgamberit alayhis salam, ky veprim, ky hadith e ka abrogu, e ka largu, e ka heq dispozitën e hadithit të parë. Sepse po të prishte agjërimi pejgamberi, nuk do të prishte agjërimin farz. Kjo është interpretimi i parë. Interpretimi i dytë, dietarët thonë jo, nuk ka nevojë të abrogohet ky hadith, por ka nevojë që, edhe kjo është punë e mujtehidëve, që të bëhet harmonizimi i dy haditheve mes veti. Duhet me gjetë metodën, mënyrën se si mund të harmonizohen të dy hadithet përdorim, mos shkelet asnjë një hadith dhe t'jepet kuptimi i saktë. Pra, thonë se kjo është min al-iqtida. Hajam, aftar al-hajim wal mahjum, thonë kështu. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke kalu me disa shok rrugës, diku, e pa një njeri i cili i bante hijame një njeriu tjetër. Ishte ditë Ramazani. Dhe ky njeri që i bante hijamën, e bante publikisht, që zakonisht veprat që prishin agjërimin nuk bahen publikisht. Ky e bante publikisht,
sepse e dinte se hijamja nuk e prish agjërimin. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kaloi pranë dhe nuk i qortoi ato. Nuk i qortoi për hijamen, por i ndëgjoj këto dy, zakonisht si të nëse, sikur të berberi kur shkon. Mu qedh, edhe qedhësh edhe ai të kallëzon politikë, se zakonisht të nëse që kështu banë. Të banë muhabet, el hajimi dhe mahxumi, ai shka e ban të hijamen edhe kish ka u ban të hijame, ai edhe e ban të hijamen edhe këtë bëjshin muhabet me njëri tjetrin. Muhabetin shka e bëjshin kishin qenë duke përgoju një njëri tjetër. Dhe pejgamberi alayhi salam kur kaloi ti pare një u tha, aftar el hajimu wal mahjum. Tha e prishi agjërimin kish ka po ban hijame, dhe ai shka, jo për shkak se hijami ja ka prish agjërimin, po për shkak të gibetit çka ato e kanë bën. Pra, nuk është pezullu dispozita e agjërimit. Është pezullu sevapi, shpërblimi i agjërimit. Pra, aftar saimur, adi të ne ndodh shpesh, për shembull në Ramazan, kur e dëgjojmë njërin tuk e shohëm, na e prishi Ramazanin ke. E prishi Ramazanin, kjo është fjalë e vërtet. Kur i themi dikuj, kur shan apo diçka, e themi e prishi Ramazanin. Në kuptimin e saktë është kjo. Është e vërtet se e prishi Ramazanin në aspektin e arritjes së sevapeve të agjërimit, jo në aspektin e prishjes së dispozitës së agjërimit. Prandaj Imam Ebu Jusufi thot, nëse ki e ka interpretu hadithin dhe e ka një hadithin dhe pa e prisha, apo hajde tash po, aja pe hapa i ke 60 ditë kefaret, sepse ti nuk ke të drejt interpretimit hadithit, duhet ta marrësh interpretimin prej kujt? Prej atyre që bajnë, që janë min ehlil ijtihad. Prandaj thonë dietarët edhe Imam Shërbulali, madje për këtë nuk e liron edhe thënia e imamit të lagjës. Mu më ka thonë hoxha jem, po në madhë, që s'ka thonë në gjejët, së është mështehit? Je po më ka thonë imame jem, jo, sepse këto merret parasysh kush? Vetëm çështja mendimi i mujtehidit, jo i çdo kujt çka unë jam imam dhe unë e di këtë fen, po unë jam edhe mujtehid, bile madje mundësisht me qenë mujtehid mutlak, a di se këto të tjerët janë pak ma pak. Në këtë kategori, thot, binë edhe një grup të tjera, au akalu ba'de mesin, au akalu ba'de kubletin bishahvetin, nëse e ka prek gruan, ma e ka përgdhel, nëse e ka puthur edhe me epsht qoftë. Mirë po, min gajri inzal, pa pas e jakulim. Pa pas e jakulim. Ka bo mubashtare është përgdhelje, fërkim. Ose puthje. Ka bo fërkim me grua. Min gajri inzal, nuk ka jakuluki. Mirë po ki zotëria bo mu shtehit vetët, po unë e prishë Ramazanin tash. Qa bona? Pe që e prishë Ramazanin, po ha tash. Ti po ha, po i ke 60 ditë, pra ke kefaret. Dhanen ennehu aftara bil mesi wal kublet lezamethu l'kefare, illa idha të awwala hadithan, au istefta faqihan, fa aftara fala kefaret alejhi. Me përjeshtim, nëse ka interpretim të hadithit, ose istefta faqihan, ka shkue ka vetë një fikist, që është faqih. Ne që jemi si hoxhallar, ne nuk kemi titull epitetël faqih. Ne i bëjmë që vetës. Po për me qenë faqih ka shurte, ka sharte, shurut.
e ka shku e ka konsultu një fekih dhe ai i ka dhonë fetva me që ti e ke prish dhe ki ka hangër, për këtë nuk ka kefaret, ka vetëm kazat ditë për ditë. Por nëse vete ka bo këtë nga dëshira, nga interpretimi i tij, atëherë ai obligohet me kefaret. لأن الظاهر الفتوى والحديث يصير شبهة قاله الكمال عن البداع فالسة هروبا نفيان استفتى فقيا فأفطر فلا كفارة عليه وإن أخطأ الفقيه. Edhe nëse fekiu, edhe pse ka gabuar në këtë rast, ai nuk ka përgjegjësi sepse ka kërkuar asistencë. Çka ka tjetër këtu? Që këtu e shpjegon tash. Wa mal muradu bil faqih. Këtë keqe e ka në këto fukahat të vjetër, se nuk lën pa shpjegu kur gja. Nuk e lën kënd pa e nxjerr vetëm prej hujit. Wal muradu bil faqih thot mutbiun li mujtahid, ai që e pason mujtahidin. Kel Hanabila wa ba'du ahli al-hadith mimmen yara al-hijamatu muftira. Thot ka disa prej dietarëve të hadithit, si e bën dëllimin. Wa ba'du ahli al-hadith, disa dietarë të hadithit, mimmen yara al-hijamatu muftira. فلا كفارة عليه لأن الواجب على العمي الأخذ بقول المفتي فتصير الفتوى شبهة في حقه وإن كانت خطأ في حقها. Disa prej Hanbelive, Hanabila, ose disa prej ahlul hadith, dietarëve të hadithit, dhe mos e harroni këtë, kjo është shumë e rëndësi. Jo çdo muhaddith është fekih. Dhe çështja e fetvas është në dorën e fukahave, nuk është të muhaddithinëve. Thot ka disa prej muhaddithëve që vërtet mendojnë, edhe pas kësaj që e shpjeguam, thot ky, mendojnë se hijamja e prish agjërimin. Dhe nuk ka kefaret për këtë njeri, që ja kanë dhënë fetvana, i ka thënë ti ke bë hijame, pa, tu ka prish agjërimi. Dhe ki ka hangër. Fala kefaret, sepse ki e ka marrë një fetva. Li en el-ami, gjemati, pra njeri që sërtosh, el-akhdhu bi qawli el-mufti, ai vepron me mendimin e muftiut, atë ka obligim. Fatasiru l-fatwa shubhetun fi haqqihi. Fetvaja në të drejtën e tij është e dyshimt. Mirë po, në realitet ka dyshim tjetër, se në realitet fetvaja është diçka tjetër. Mirë po, mujtahid, ki amia ka marrë një fetva prej muftijës dhe lind dyshimi. Kur lind dyshimi, bjen kefareti. Kur lind dyshimi, bjen haddi. Se edhe kefareti është një lloj i sanksionit, i haddit. Nuk zbatohet sanksioni me ekzistimin e dyshimit, këdhe thot fil burhan. Të shohmi që thot fësnat. Wal fasiku la yasluhu muftiyan. Fasiku nuk vlen që t'jetë mufti. Ej la yu'tamadu ala fetfahu. Nuk mund të merret për bazë fetfaja e tij. Dhe dini që është fasik, e kemi shpjeguar një herë më herët. Fasik është ai që e bën një mëkat publikisht. Një mëkat prej mëkateve të ndaluara, që të mëdha, dhe që e bën publikisht edhe ekstremët. Prandaj po thot ki, el fasiku la yuslihu muftiyan, fasiku nuk mund të jetë mufti dhe nuk merret për bazë fetvaja e tij. Wa dhahiru qawl al majma, në librin al majma thot la yustafta,
la yustafta, nuk kërkohet fetva prej tij. Annahu la yahillu istifta'uhu, sepse nuk lejohet që të kërkohet fetva prej muftisë fasik. Wa yu'ayyiduhu, dhe këtë mendim pra, yu'ayyiduhu e përforcon qawlu Ibn Humam fi Tahrir, mendimi i Ibn Humamit ose fjala e Ibn Humamit në veprën e Tahrir. الاتفاق على حل الاستفتاء من عرف من أهل العلم بالاجتهاد. Në realitet, thot, istiftaja, kërkimi i fetvas, dini robisht isti, është për kërkes, istighfar, istifta, kërkim fetvaje. Kërkimi i fetvas bëhet prej atij që është i njohur nga dietarët bil ijtihad, që është i njohur me ijtihad, wal adala, dhe që është i drejtë. Au ra'ahu muntasiban wan nasu yastaftunahu mu'adhdhimina lahu, ose që ka një pozicion që njerëzit është i caktuar, prej kujt është i caktuar, dihet prej eminencave, që ky t'jep fetva. Pra fetvaja, thot, merret vetëm prej këtyre. ولكن اشتراط الاجتهاد مبني على اصطلاح الأصوليين لأن المفتي مجتهد. Mirë, po të qa me ba? Se të ne i kemi ndru termët. Ne i themi çdo kujt mufti. Po mufti, si pas shkencës së usuli fikut, mebniun ala istilahi l-usulijin, anë l-mufti huwa l-mujtahid. Se mufti është vetëm ai që është mujtahid. Jo çdo kush me klas 8 bëhet mufti. Kjo është çështje tjetër pastaj. Ej alladhi yafti bimadhhabihi, është mujtahid, jo mutlak, në madhhabin e tij, jep fetvan au ghayrihi. أن المفتي المجتهد أي الذي يفتي بمذهبه وأن غيره عايش كيف فتفان مذهب نتي وأن غيره تتيرد شكسيان سيكور كي شكسيان مجتهد ليس بمفتي نكشت مفتي ثوت فشكاشكي بل هو ناقل transmetues pra. Ç'është transmetues? Kur thamu nëse namazi prishet nëse e ban këtë veprim, nuk mund them unë se unë e dhash fetva. Unë jam nakil. Unë tham, si pas mendimit të Imam Ebu Hanifas, ky veprim është kështu. Unë çka kam bon? Kam bon nakil. Kam transmetuar mendimin e mujtahidit. Unë nuk jam mujtahid. Kam transmetu mendimin e muftijës. A mendimi i muftijës njëkohësisht është mendimi i mujtahidit? Unë nuk jam në atë drejtë, unë jam vetëm nakil e nuk jam mufti. وأن الاجتهاد هو شرط الأولوية لأن الاجتهاد مفقود اليوم. Do të thotë kësisht, ijtihadi është prej kushteve të para të muftijës, po thamë ky kusht është i humbur sot. والحاصل prej këtë këtij muhabeti, thot, ajo që rezulton أن لا يعتمد على فتوى المفتي الفاسق مطلقا. Nuk mund të merret përbazë fetvaja e muftijut fasik në asnjë mënyrë. Kema fi raddil muhtar. Ky pra, kështu thot e elaboron Ibn Abidini. Një njeri i thjesht si Ibn Abidini. Dhe po du të përfundojmë. ولذا إن عرف تأويله وجبت عليه كفارة لانتفاء الشبهة وتجب الكفارة على من طاوعت رجلا مكرها على وطئها
لأن سبب الكفارة الجناية إفساد الصوم لا نفس الوقاء. Pra nëse është halate o marrë me hadithin, unë e shpjegova me fjalë të lira, jo me përkthim të kësaj eftar el hajimu dhe el mahgjum, kjo është o marrë hala me shpjegimin e këtyre dy haditheve, pra nëse e din të evilin apo nuk e din të evilin. Po ashtu detyrohet me kefaret ai që ka lejuar një burr imponues për marrëdhënien e saj. Sepse është arritur, sepse me këtë veprim pra femra, është bërë shkaktare, po them hajde provokatore, që një burr me imponim të kryen akt seksual me te dhe ajo obligohet me kefaret. Edhe ai, el failu wal maf'ul. Që të dyja, për shkak të kompletimit të gjinajes, krimit që është bën, kur për themi fjalën gjinaje, bëhet fjala për krimit që është bën ndaj agjerimit. Nuk është krim si vepër penale e përgjithshme, po është si krim ndaj agjerimit. Çdo gjë shka ytanaqad, shka kundërshtohet drejt për drejt me agjerimin, bie ndesh, është krim, e prish agjerimin, atëherë konsiderohet krim ndaj agjerimit. كما لو علمت بطلوع إفساد الصوم إلى نفس الوقاء po ashtu thot, kjo çka e mundson, mundson, e këtu e ka fjalën, që e mundson femra mashkullit për prishjen e agjerimit. Nëse ajo e din, pra femra, nëse ajo e din lindjen e mëngjesit, se ka hi koha e imsakut, dhe e ka nxit burrin e saj për marrëdhënie, ai pa e ditur se ka kalu koha. Megjithatë, ajo obligohet, po huwa gajru alimin bihi, obligohet me kefaret, dhe edhe njeni edhe tjetri el failu maf'ul obligohen me kefarete dhe me kaza të ditës së agjerimit. Tani për ligjëratën tjetër, dhe këto inshallah në ligjëratën tjetër, është tema el kefaretu wa ma yasqutuha ani dhimma ba'da al wujub. Ka një moment, ka disa momente, jo një moment, ka disa momente të agjerimi, që ti e prish agjerimin, obligohesh me kefaret, dhe ka një moment tjetër që yasqutul kefare, që e hek kefaretin. Fillimisht bat obligim kefareti, pastaj ka një moment tjetër që ta hek kefareti dhe ngel vetëm kazaja ditë për ditë. Kjo është temë veti, inshallah në ligjëratën e ardhshme do të vazhdojmë këtu, e deri te ligjërata tjetër. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.